Serbia. Sipas një hulumtimi të Qendrës për Informim, Demokraci dhe Qytetari e Universitetit Amerikan në Bullgari, është caku kryesor i fushatës së dezinformimit rus në mesin e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Përqendrimi i dezinformatave në Serbi është 6.3 herë më i lartë se mesatarja në vendet e Bashkimit Evropian, shpjegojnë për Radion Europa e Lirë autorët e hulumtimit Jacob Udo, Jacob dhe Gjorgji Angelov. Qendra për Informim, Demokraci dhe Qytetari e Universitetit Amerikan në Bullgari, nga dhjetori vitit 2024 deri në mars të vitit 2025, ka analizuar mbi 640.000 artikuj të publikuar në faqet e rrjetit Pravda në 45 shtete. Sipas kësaj qendre, ky rrjet shërben për përhapjen e dezinformatave të lidhura me Rusinë. Duke u bazuar në numrin e artikujve të publikuar për kohë banore, Serbia renditet e 4-ta ndër gjitha shtetet e përfshira në hulumtim, pas Moldavisë, Letonisë dhe Estonisë. Serbia është e cenueshme dhe caki i dezinformatave për disa arsye. Këtu përfshihen lidhjet historike me Rusinë, kontradiktat e thella të brendshme dhe problemet me lirinë dhe kontrollin e mediave, shpjegon bashkautori i hulumtimit Gjorgji Angelov. Duke analizuar 643.600 artikuj të publikuar në faqet e rrjetit Pravda në 45 vende nga dhjetori vitit 2024 deri në mars të këtij viti, qendra ka konstatuar se mbi gjysma, apo 52% e përmbajtjes është drejtuar ndaj ish-republikave sovjetike dhe vendeve të Ballkanit. Serbia është edhe i vetmi vend i Ballkanit Perëndimor ku operon edhe televizioni shtetëror rus RT.